Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me të ftuarin e ditës. Me ne në studio është analisti i njohur Fatos Lubonja. Përshëndetje, mirë se erdhët sërish zoti Lubonja. Përshëndetje, mirë se keni ardhur zoti Lubonja, përpara se të flasim për zhvillimet që do të kenë në qendër kryesisht aksionin politik të opozitës, por dhe zhvillimet e fundit që kanë ardhur sot, qëndrimi ndërkombëtarëve, do doja të ripropozoja një material të përgatitur nga emisioni Studio e Hapur, transmetuar dje, i cili sillte një krahasim mes vitit 2010, çadra e socialistëve në bulevard me 2017 çadra e demokratëve në bulevard. Një kamping, një kamp e zhvendosur para zyrave të mia, do të qëndroj aty me rotacion si do, nuk kam asnjë lloj, nuk është çështje ime. Çështja ime është dy. Garantimi i shërbimit shtetësor dhe i sigurisë tyre. Është e palishme, sepse ka thyer një ligj, por shpresoj që gradualisht ta realizojnë, ka një nen kodi penal që ndalon bllokimin në rrugë. Qytetarët e këtij vendi do kenë të garantuar lirinë dhe të drejtën e protestës paqësore. Respekt dhe i sinqert për çdo njeri të zakonshëm që proteston. Por ne duhet t'i themi avizalisë dhe blokqenëve të tjerë, të mos u qesh buza se jeni gabim. Por jo për organizatorët e një proteste që bojkotin e parlamentit e ka instrument për bllokuar vetimin. Nuk ka dhe nuk mund të ketë ultimatum. Ata që i mbajnë doktrinës ultimatumeve, mund të them se nuk u shërben. Çdo protestë paqësore, demokratike, meriton vlerësim edhe dialog largu ultimatumeve. Qytetarët kanë patur, do kenë të drejtë të protestojnë edhe aty ku s'ja u pret mendja të tjerëve. Imagjinoje tani. Që do të thotë do vazhdojmë kështu në këtë situatë, zoti Berishan? Që do të thotë e përsimove. Në gjykimin tuaj ku ndahen dhe ku bashkohen këto dy realitete? Ju e keni fjalën për protestën e 2010-s dhe protestën e sotme. Po. Ju keni vërë në duke mjaft mirë në gjashmërit, do thoja unë që kanë bërë me atë një lloj dyftyrësie të liderave që këtej për aparencë paraqitet si tolerant, si respektues për opozitën, nga ana tjetër nuk kanë asnjë lloj aftësie për ta dëgjuar opozitën, siç kanë treguar me veprimet e tyre. Dhe konfliktualiteti, si thuash, edhe kur është mbuluar me këtë mirësjellje, ka vazhduar nën të të shkatërrojë edhe Shqipërinë, edhe dialogun, edhe aftësinë për të korrigjuar vetveten. Sigurisht ngjashmëria është dhe tek forma, tek çadra, tek protesta, tek bllokimi i rrugës, tek gjitha këto të tjerat. Mendoj se ka megjithatë diferenca në kontekst. Diferenca kryesore ndoshta ka të bëjë me atë kur kemi parasysh se si u zgjidh ajo e 2010-s. Na del një faktor ndërkombëtar shumë me peshë në Shqipëri, që ka bëri ai negociatorin që zgjidhi çështjen, si thuash, ndërsa shoh sot një faktor ndërkombëtar për 1000 arsye shumë më pak të rëndësishëm, qoftë edhe për krizat e brendshme që ka Europa, qoftë edhe për zhgënjimet që kemi ne me Europën, qoftë edhe për pjekurinë që ka ndërtuar edhe shqiptarët, se edhe europianët gabojnë dhe mbështesin gabimisht, edhe ata mund të korruptohen, edhe ata mund të përpunohen, instrumentalizohen. Ashtu sikurse edhe për, si thash, vetë kontekstin ku ata kanë bërë aq gabime sa sot është në rrezik dhe projekti evropian me ardhin e Le Penit apo jo në Francë. Në shkuptime thonë këtë, sepse sot kemi pasur pozicionime, dje dhe sot, pozicionime të ndërkombëtarëve.
të europianëve, kryesisht. Po, unë e pash reagimin e të dërguarit. Do që edhe debatin me Berishën për Sorosin në gjitha këto. Aty duket qartazi, mendoj unë, një mbështetje për qeverinë, kryesisht. Gjithmonë me atë terminologjinë që është përdorur, dialogu, parlamenti, jo konfliktualiteti etj. Po diferenca që ndron atë që u shton dhe socialistëve, kështu u shton dhe socialistëve në opozitë, po pra, në parlament. Diferenca që shoh unë është në atë që kjo lloj situate dhe me qëndrimi i opozitës është goxha e pozicionuar edhe kundër këtyre evropianëve, duke i konsideruar këta si palë, jo si negociator. Pra nuk ka të respektin që mund të kenë gëzuar para 10, në 2010. Kështu që këtë e shoh si dallim dhe njëkohësisht shoh dhe dobësimin e autoritetit tyre në kontekstin e ngjarjeve të Europës. E pash edhe tek vetë debati që u bë, për shembull lidhur me Sorosin, që siç dihet më herët pak ka guxuar politika shqiptare të anatemoj, të kritikoj në formë kaq të egër dhe të ashpër ata që konsideroheshin si të pagabushmit, si ata që konsideroheshin si gjyqtarët, si arbitrit në këtë vend. Në fakt, Frankenstein, që përpara se të vinte në Shqipëri, por edhe kur erdhi në Shqipëri dhe u pyet nga gazetarët që në takimin e parë që pati me Vlahutin, e tha qartazi se me zotin Basha nuk do të kishte negociata për mirë apo për keq, do të kishte vetëm një bashkëbisedim siç ka ndodhur kohët e fundit, thaj. Kështu që ky qëndrim ishte deri diku i pritshëm. Po, ishte i pritshëm dhe mendoj se edhe Basha e ka pasur të pritshëm dhe Basha e ka pas të vendosur mendjen e tij edhe përpara ardhjes se çfarë do t'i përgjigjet, nuk kam qenë aty, po e marr me mend se çfarë ishte përgjigjet, do thotë që ata presin një ndërhyrje të ndërkombëtarëve në favor të tyre? Këtu mendoj se ha debat çështja. E thash dhe më parë, domethënë unë për vete bëj pjesë në ata që e kërkoj shpëtimin e vendit nga shqiptarët, jo nga ndërkombëtarët, dhe nuk do të kërkoja që të më ndërhynin ndërkombëtarët për të më favorizuar apo jo, flas në kuptimin si forcë politike. Pra, këtu kthehet një bumerang i politikës shqiptare, në kuptimin se sa më shumë kanë investuar tek ndërkombëtarët, aq më pak pastaj kanë peshë në vend tek lëvizjet që krijojnë në popull, njërën tek mbështetja. Pra, dhe kur ndërkombëtari tek i cili ti ke investuar kaq shumë dhe e ke bërë zotin e pagabushëm që vendos të del kundra, ndoshta ndërkohë që ti mendon se ke të drejtë, atëherë ndodhesh në një kontradikt të fortë. Mendoj se në këtë drejtim neve duhet të jemi më të qetë, më dyshues ndaj ndërkombëtarëve dhe unë e kam shprehur mendimin tim, protesta është e drejtë për kërkesat që ka, dhe ndërkombëtarët kurrësisht nuk mund të jenë të informuar për gjendjen në Shqipëri, siç jemi ne të informuar. Mjafton t'ju dhe se bëhet një debat i madh për vettingun, për shembull. Po. Patjetër, sepse është stopuar procesi. Po. Po mirë, tani t'ju pyes unë tani po ndjek me shumë vëmendje, duke qenë i ndjeshëm këtë çështjen e velierës në Durrës. Po. Kemi një gjykatë administrative që dhajnë vendim. Apo jo. Kemi një 7 ligje që janë shkelur atje. Nga kjo qeveri. Siç kemi folur herë tjetër për shkeljen e ligjeve kur prishet stadiumi, kur ndërtohet një parking pa leje në qendër Tiranës. Tani këta ndërkombëtarët nuk e shohin këtë që këta spyesin as për gjykata, as për gjë? Lind pyetja se këto gjykata që po lirojnë dhe kriminalët, mendon këta se me vettingun mund të rregullohet kjo punë, kur këtu ka një shpërfillje dhe një arrogancë për të shkelur ligjin kaq të pa skrupull? Kam përshtypjen që e shohin për sa kohë vazhdimisht kërkojnë që kjo reformë në drejtësi të bëhet edhe vettingu është pjesë e saj, kështu që si, po ka një pyetje shumë të madhe këtu për çdo shqiptar.
si është e mundur që njeriu që po shkel për ditë ligjit s'pas ka frikë nga drejtësia? 7 ligje më tha sa zanguri janë shkelur tek ajo torre veneciane atje. Duke nisur që nga fakti se dohet një distancë nga objektet me ligj, ndaj objektet që janë monument kulture ku ti të ndërtosh, s'mund ndërtosh ti mua aty. Tek zona që është e mbrojtur, tek ku di unë se cilat janë 7 ligjet, kupton? Se nuk i kam me detaje. Kur vje puna, vendos dhe gjykata, që është komplet në sundimin e gjithë kësaj situate, e kësaj qeverie të fortë, dhe prapë s'pët njeri, shko aty vazhdo betonimi. Po ky është si argumenti që kishte Partia Socialiste në opozit, kur qeveria mazhorancë kërkonte të miratonte 3 ligje të famshme, njëri prej tyre ishte për gjykatën administrative, dhe barrikimi i opozitës atëhershme ishte ju nuk zbatoni vendimin e gjykatës për kryetarin e qarkut Fierit, përse doni ju të votojmë në ligjin për gjykatën administrative. Është e njëjta gjë. Tani problemi është që këtu kur ndrohen vendet, ribëhet i njëjti diskutim, dhe në këtë moment kemi dhe ndërkombëtarët që janë në pozita më të pafavorshme për të qenë arbitri mes tyre dy palëve, sepse i vetmi kërcënim në thonjza që po na bëhet ne tani është që zgjedhjet janë kyç për negociatat. Reforma në drejtësi është kyç për negociatat. Ndërkohë që ne kemi diskutuar shumë herë në këtë studio që ky vit për Bashkimin Evropian është një vit që ndan shapin nga sheqeri dhe nëse do ketë apo jo negociata me kë do bëhen në fundit. Kjo tani e vështirëson që ju thatë që jeni pozitiv sepse kjo do t'i bëj shqiptarët që të merren më shumë me veten, mos presin çdo gjë nga jashtë. Po një ndeshje me skuadra si ato që kemi ne pa arbitër, mund të shkojë edhe për keq apo jo? Po, nuk përjashtohet. Në kuptimin që e kemi thënë herë tjetër se një dalje e Shqipërisë nga projekti evropian ka rreziqe të mëdha për gjendjen fëminore që ka politika jonë në bardhëzi. Dhe arbitri kanë qenë i vetëm që kanë qenë ndërkombëtarët. Tani dalja e ndërkombëtarëve nga skena ngre atë problem që më duket se në mënyrë figurative kam thënë këtu, a mund të ecim dot pa pataricat e tyre apo dorëzohemi. Është një çështje e hapur. Mendoj se varet nga konteksti, nga çdo situatë, sepse në fund fare, por vullneti ynë politik, vullneti ynë dhe si qytetar, edhe ne si gazetar, duhet të jetë që të ngrihemi me këmbët tona. Domethënë, sidomos në një situatë kur personalisht i gjykoj ndërkombëtarët në pozicion të gabuar lidhur me këtë vlerësimin e kësaj qeverie. Atëherë, akoma më tepër bëj thirrje që mbështetuni në forcat tuaja, sepse një qeveri që po mos harroni. Nuk është çështja vetëm e Velierës Durrësit. A duhet të hikte ai Roshi nga i Kavajës, si qoftë nga ligji, qoftë nga biografia që ka? Qeveria po e mbështet. Pse po e mbështet? Sepse mendon se ky duhet, se ky kontrollon Kavajën. Po si Roshi ka disa të tjerë, na dole një prenga tani me janë 7 emra, 8 emra, që është aty, askush nuk vepron. Atëherë na dalin ca që lirohen nga burgu kështu si s'më merret vesh. Tani në fal minutë, si mund të shkojnë në zgjedhje në këtë situatë? Si mund të mbyllin sytë ndërkombëtarë dhe flasin vetëm vetingu, reforma në drejtësi? Këta pra janë gjyqtarët, se reforma në drejtësi me këta gjyqtarë do bëhet. Pse lirojnë këta gjyqtarë? Ose kanë frikë nga krimi, ose se krimi është i lidhur me qeverinë. Të dyja bashkë. Nuk thonë mos diskutoni, po diskutimet bëjnë në parlament, jo në rrugë, thonë ata. Po mirë, Gjertania, ka pas diskutime në parlament për dekriminalizimin, apo s'ka pas? A ka pasur ngritje zëri me sa diun, bile edhe për digitalizimin ka kaq kohë që flet opozita dhe s'përfill njeri. Domethënë, ky është problemi pra, që dalja në rrugë është si hapi fundit dhe unë mendoj që në kushtet e mos ndryshimit asnjë gjë e kokforcisë për të bashkëpunuar me krimin, siç po jepen shenjat, të hysh në zgjedhje do thotë të shërbesh, tu jam dakord me liderin e opozitës, pastaj tjetër gjë është ajo se pse këta nuk i ndjek shumë, sepse të kalorosh një çështje të drejtë është një gjë, po ta kalorosh për qëllime të mbrapshta është një gjë tjetër. Në kuptimin që njerëzit s'kan besim se mos kjo çështje që ngrihet që është e drejtë,
kalorohet për qëllimet mbrapa, siç e kaloroi Edi Rama atëherë kur, dhe këtu është problemi. Pra që do themi që çështja është e drejtë. Qëllimet e mbrapshta të Qëllimet e mbrapshta janë të marrin pushtetin dhe pastaj të bëjmë siç kanë bërë. Të bashkëpunojmë me të njëjtët kriminal, me të njëjtët oligark, me të njëjtën formë, në vend që ndërtojmë shtetin e institucioneve, të ndërtojmë shtetin e partisë tonë, të vëmë militantë tonë në administratë dhe të grabisim shqiptarët nëpërmjet këtij instrumenti. Kjo është që po ndodh dhe kjo që ka ndodhur. Dhe këtu është debati i madh që njerëzit janë edhe të lodhur nga kjo situatë. Ju e keni menduar realisht se mund të ketë të tilla qëllime dhe kur e keni menduar? Keni menduar kur Basha artikuloi qartazi se jam gati jem kryeministër i këtij vendi? Në nisjet protestës opozitës në rrugë? Pra të shtunën? Jo, këtë unë e them nga përvoja. Me qartë. E dërtanishme nga njerëzit që shikojmë të aktivizuar, nga struktura që janë të ndërtuara tashmë, domethënë është më tepër përvoja që të çon te kjo. Dhe njëkohësisht sigurisht edhe nga fakti që nuk kemi parë një reflektim, një pastrim, si thua, nga e kaluarat PD-s në kuptimin një reflektim të thellë, por shpejt që ndodh këtu pa bërë analizën e vetvetes, kalon dhe merr pozicionin e kundërshtarit me shumë të drejtë, sepse fillon ai bën dëmet edhe ti del si shpëtimtar, duke harruar që ky dëm i ka ardhur e ke sjell ti në pushtet atë me gabimet e tua. Edhe është rreth i vicioz. Në këtë kuptim them që ky është rreziku i madh, por gjithsesi domethënë jemi midis Shillës dhe Karribës në këtë kuptim. Unë jam nga ata që e mbështes këtë protestë, por pa hipur në anijen e protestuesve. Domethënë, ky është kam bërë një shkrim për këtë. Se pa hipur në anijen? Pikërisht për këto që thash më parë, sepse nuk dua që pastaj të më hedhin nga anija sepse kanë për drejtim tjetër, më them ora ecni këtej, ata duan të ecin andej. Ky është problemi i madh. Të shtunën, zoti Lubonja, kur ju ishit në studion e lajmeve për të komentuar nisjen e protestës së opozitës, më kujtohet të kemi diskutuar edhe nëse kjo protestë në vetvete do të ishte apo jo një test për vetë opozitën. Gjatë këtyre ditëve, si e keni parë, gjithmonë në këndvështrimin e këtij testi për vetë opozitën, e keni parë atë të bashkuar në këtë protest apo të ndarë? Po testi nuk ka të bëjë aq shumë me atë se sa janë të bashkuar e sa janë të ndarë, po se sa ati zjarrit po e quaj të vogël të PD-s, ato drut e ndezur të PD-s që janë ndezur, ndoshta edhe të bashkuar, mund t'i japin flak drurit madh, drujve të mëdhenj që është populli, si thua, që të bashkohet edhe të krijojnë një situatë. Kështu që nëse s'ka bashkim. Bashkimi, pra kemi një bashkim të PD-s që e çon deri tek kaos e PD-s, dhe se sa mundet që kjo PD, kështu siç është, mundet të bëhet dhe instrument që edhe pjesa jashtë PD-s që ka 1001 pakënaqësira ndaj kësaj qeverisë dhe ndaj gjithë këtij sistemi që është ngritur, të futet aty në emër të një ndryshimi të rëndësishëm. Kjo është çështja. Do thuash ti që ndoshta nuk mund të jetë kjo, mund të ketë hapa të vegjël përpara. Mundet të jetë dhe kështu, në kuptimin që gjithsesi edhe një frenim, se unë e mendoj shumë dramatike këtë situatën sidomos këtë kanabizimin e Shqipërisë dhe përdorimin e parave të drogës dhe të gjithë kriminalëve nëpërmjet kapjes që i bëjnë shtetit ose shteti bashkëpunim me ta për votat për këtë për të sunduar, kjo është shumë dramatike dhe duhet ndaluar me çdo kusht. Takova një mikun tim para disa ditësh, që nga Përmeti, më tha mua, takova mësuesen tim, e tha. Edhe ishte mërzitur shumë, edhe domethënë mësuesja që e kishte rritur këtë, që tash kishte dalë në pension, shkonte priste gjethe kanabisi. Mësuesja e tij, që kishte dalë në pension. Kjo është shumë dramatike. Para disa ditësh ju s'keni dhënë lajm, po unë pash një lajm që vinte nga shqiptari i Italisë, që ka mbi numri i fëmijëve shqiptar që braktisen nga prindrit. Pra shkojnë prindrit, se kisha dëgjuar ndonjëherë dhe tash më thanë që është një fenomen goxha i njohur dhe në Itali Shqipëria kishte 10% të gjithë fëmijëve të braktisur që ka Italia, me 9 apo 10%, siç pash atë lajmin,
që shkojnë prindrit, i çojnë gjëra atje, i lënë ke stacionit trenit, po themi, vetë kthehen, ku diun, marrin avionin prap, dhe fëmijët me që janë të vegjël i merr shteti italian. Imagjino tash një situatë të tillë që të braktisin dhe fëmijët është shumë e rëndë. Se e bëjmë këtu tani nga varfëria? Se i lënë fëmijët aty dhe vinë prapë në Shqipëri? Ti si mendon se mund ta lërë njeriu fëmin? Po pikërisht, prandaj po pyes, çfarë thoshte media italiane nga varfëria? Nuk e thoshte media italiane për fat keq, e thoshte shqiptari i Italisë, shqiptarët që jetojnë në Itali, që kanë dhe ata një blog, një kështu, atje e lexova unë të paktën, atje ishte informata. Pasqyruar kishte procedime ndaj 10 prindërve. Ka dhe procedime. Shikon, më thonë pse e bëjnë. Kuptohet sepse ata fëmijët thonë s'ka shpresë, atje s'ka jetë të çoj fëmijët i përdorin se janë të vegjël sepse deri në farë moshe nuk të kthen shteti italian. Pastaj ai të kthen, kështu që këta e marrin dhe i çojnë fëmijët 15 vjeç atje. Po imagjino të lësh fëmin 15 vjeç atje, është mos harrojmë dikur ka bërë dhe prostitucion. Shqipëria në kuptimin ka çuar, ka trafikuar prostituta dhe kjo situatë nuk di se cila është më rënd, braktisësh fëmijët apo të dyja janë të tmerrshme. Po nuk mundet mas 25 vjetësh vazhdoj kjo gjendje dhe këta lulëzojnë si pasanike, këta sikur janë miliarderët e SBA-s, këta politikanë që kemi ne, këta ca biznesmenë, ca pronar media, është trup i madh. Mirë, po nga kjo varfërinë nuk do na shpëtojnë ndoshta as Një qeveri. As zgjedhjet e lira, as rotacione. Tani ajo që si do shpëtojmë me një herë, apo do shpëtojmë pak nga pak, shkallë, kjo më besoj se është shkallë, nuk besoj se mund të shpëtojmë me një herë, por me një herë mundet të ndodhi kthimi i drejtimit dhe një lloj shprese. Puna është të lindë një shpresë, po këtu s'lind as shpresë. Shumë shkurt sepse jemi në fund. Opozita ka artikuluar dy kërkesa. Njëra është qeveri teknike, tjetra është numërim elektronik. Për numërimin elektronik janë bashkuar dhe edhe forcat e reja politike, si Libra, si Sfida janë për numërim elektronik. Për qeverinë teknike ka një paqartësi se si mund të realizohet një qeveri teknike kur kjo qeveri ka numër në parlament. Për secilin nga këto kërkesa, çfarë mendimi keni? Unë mendoj se më e rëndësishme është kjo e qeverisë, quhet teknike ose quhet çfarë duash. Po disa njerëz që janë lidhur me krimin dhe që s'japin asnjë shenjë se duan të tërhiqen nga përdorimi i kriminalëve, duhen larguar nga politika, dhe këtë mund ta bëjnë me qeveri teknike, mund ta bëjnë me marrëveshje, ku diun, me njëri tjetrin, me 3 forca, me 5 forca politike, me Ilir Metën, me ku diun. Kjo është më e rëndësishme se sa numërimi elektronik, që sipas tyre ka një rëndësi sepse nuk mund blihet vota, sepse mund të... Por tash nuk jam dhe ndonjë ekspert, po mendoj se kur ke vullnetin e keq mund t'ja gjesh edhe numërimit elektronik atë ilaçin për ta manipuluar, si thuash, ose për ta deformuar. Faleminderit shumë zoti Lubonja që ishit me ne sërish në studion e lajmeve. Faleminderit dhe juve. Faleminderit. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak.